Mbi armatimet në Banjës të gjetura nga KFOR në koordinim me policinë e Kosovës do të bashkëbisedoj në vijim me gazetarin Venar Isufi. Venar, të përshëndes. Lutem detaje rreth këtij operacioni për kaluar më tej tek deklaratat e Aleksandar Vučić, i cili me sa duket është i shqetësuar për situatën e sigurisë në Ballkan, madje gjatë fjalimit të tij ka përmendur edhe Kosovën kur ka folur për Bosnjë Hercegovinën. Operacion i KFOR në koordinim me policinë kanë nxjerrë diçka në dritë për sa i përket rastit të 24 shtatorit të Banjskës, Venar? Ajo çfarë është interesant i lirë në këtë rast në Banjës të Zveçanit është që patrollimet e pjesëtarit të KFOR-it amerikan kanë hasur pra në municion pajisje ushtarake, veshje ushtarake serbe në një lokacion i cili është shumë afër territorit të Serbisë dhe unë dyshoj shumë që ajo pjesë është përdorur edhe për kontrabandim të armëve, por është përdorur edhe në rastin e 24 shtatorit në Banjës të Zveçanit kur kryeterroristi Milan Radojić me grupin e tij sulmuan policinë e Kosovës ku mbeti i vrarë rështeri Afrim Bunjaku dhe kjo na tregon pra që pjesëtarët e KFOR-it përveç që bëjnë patrollime të shpeshta, sidomos këta amerikan, por edhe pjesëtarë të tjerë të kontingjenteve të tjera, na tregon pra që ata dhe bëjnë gjurmime në ato zona në rast se mund të hasin diçka të kundërligjshme, siç është edhe rasti i kësaj që ata kanë gjetur në një mulli pra municion dhe pajisje tjera ushtarake, shok bomba dhe gjëra të tilla, dhe kjo na tregon edhe një aspekt tjetër pra që policia e Kosovës ka një koordinim shumë të ngushtë me pjesëtarët e KFOR-it, qoftë ata amerikan, por edhe qoftë kontingjente tjera, kështu që normalisht që në koordinim edhe me policinë e Kosovës, pjesëtarët e KFOR-it janë duke bërë patrullime shumë më të shpeshta kohëve të fundit në pjesët e veriut të Republikës Kosovës, sidomos në vijën administrative me Serbinë, sepse e shohim pra që ka një tendencë sidomos nga ana e presidentit Serbisë Aleksandar Vučić që të ngres përsëri tensione në komunat veriore, sepse shohim një ballafaqim të jashtëzakonshëm të cilin e ka ai me protestuesit serb në Beograd, kështu që sa i përket edhe rastit të Banjskës, ne shohim pra që presidenti i Serbisë Vučić nuk është i interesuar që ta sjellë paradrejtësisë kryeterroristi Milan Radojić, por ajo çfarë veç edhe diçka vlen të theksohet i lirë në këtë aspekt është që kryeterroristi Milan Radojić kemi mësuar që ka tentuar të ikë për në Rusi, por i njëjti nuk është lejuar nga autoritetet ruse që të kalon në momentin që ai ka dashur të shkon në Rusi për të ikur nga Serbia dhe i njëjti tashmë po vazhdon ende të sillet në Kapaunik dhe në Beograd në nëmbrellën të sigurisë së presidentit Vučić. Venar, kur ka ndodhur kjo? Tentativa e Radojić për të kaluar në Rusi tani shpejt? Po, kjo ka ndodhur para disa muajsh, nuk dihet saktë se cilat ditë apo datë, por është çështje muajsh, kur i njëjti ka tentuar që të ikë për në Rusi për të shmangur gjitha këtyre kërkesave të jashtëzakonshme të cilat janë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, por edhe institucionet në Republikën e Kosovës, të cilët janë duke kërkuar që Radojić të vjen dhe të dorëzohet në Kosovë dhe të del para drejtësisë për aktin e kryer terrorist më 24 shtator në Banjës të Zveçanit, dhe gjithashtu dyshohet se i njëjti kapitalin e tij pasuror e ka dërguar pra në Moskë, por i njëjti në momentin që ka tentuar të shkon atje, pra nuk është lejuar të hyjë në Rusi nga autoritetet ruse. Qartë. Venar, shumë janë ata të cilët mendojnë për të tërhequr vëmendjen Aleksandar Vučić do të krijojë tension në veri të Kosovës. Në fakt edhe në daljet e fundit përpara mediave të tij në Beograd është dukur i tensionuar kur ka folur për situatën e sigurisë. Tani, me aq sa shikon në terren, a ka shtim të forcave të KFOR-it, e Euleksit, të policisë e Kosovës në veri të saj, apo nuk e konstaton diçka të tillë? Mëtej nëse do të kesh mundësi që të më bësh edhe një përmbledhje përsa i përket deklaratës ku ai ka folur për Bosnjë Hercegovinën, për Kosovën, por edhe për sigurinë, e cila sipas tij duket se është e brisht në Ballkan.